Tregtarët e tregut Maqedonas në Korçë kanë protestuar para bashkisë pas një vendimi që është komunikuar një ditë më parë për largimin e tendave ekzistuese në dyqanet e tyre dhe zvendësimin me tenda të reja, forma dhe ngjyra e të cilave është përcaktuar nga bashkia. Ky investim duhet të përballohet me të ardhurat e vetë tregtarëve dhe ata kanë protestuar duke u shprehur se në kushte kur është bërë vështirë për mbijetesën njerëzore, kjo kosto e detyruar nga bashkia është e papërballueshme për ta. Duam të ndruam, nga 1 milion paguam të tërë si që jemi këtu. Tashi, pas ka dalë në një vendim, nuk e di qarë vendim, që të heqim këto tenda dhe të vëmë të kuqe, të bukura. Si që duan këto, se kur neve lekët i presim e gërshet, atje. Na kanë ardhur dje nga policia bashkiake dhe na dhanë nga një proces verbal deri më datën 19, në qoftë se nuk vini, ka dalë urdhër nga bashkia, na thanë, qoftë se nuk vini këtë tendën e vogël, domethënë duan të zbukurojnë qytetin, a nuk e di se çfarë vendimi kanë marrë, do ishni kukullat, do t'i ishni tendat, do gjeni arkitekt këtu, domethënë ta gjejmë ne, ta paguajmë dhe arkitektin, paguajmë çadrat. Puna është, ne nuk e përballojmë dot vendosjen e tendave, ose si që i thonë do t'i bënim arkitekt me kështu. Shumë mirë. Kush do që ta ketë fituar tenderin, jo vetëm për mua, jo vetëm për këtë grup tregtarësh, po ka edhe në të gjithë qytetin thonë që do vendoset tenda uniform. Qofse bashkia vendos që do reklamojmë mall jashtë, do vendosen tendat. Nuk vendos, do të shesim brenda siç kemi shitur. Pasi kanë pritur më shumë se një orë që kryebashkiaku Filo të dalë të sqarohet me tregtarët, ata janë larguar, duke shprehur se në këto kushte do të vijojnë të tregtojnë vetëm brenda dyqaneve, pa reklamuar mallin përjashta, pasi e kanë të pamundur të paguajnë për tendat dhe vizionin e ri të bashkisë në tregun Maqedonas.